Të gjithë hani kos, por askush nuk e di se çfarë i ndodh zemrës suaj. Një tas kos mund të shbëjë efektet e dëmshme të ushqimeve të larta në yndyrë, citon Daily Mail. Këto sugjeron një studim i ri i shkencëtarëve amerikanë, të cilët kanë zbuluar se gratë të cilët konsumojnë kos pas një vakti të lartë me yndyrna dhe karbohidrate kanë nivele të ulta të inflamacionit në gjak krahasuar me ato që nuk konsumojnë fare kos. Kosi mund të përfitojë edhe në vlerën e enëve të gjakut dhe të forcojë edhe veshjen e brendshme të zorrëve. Konsumi i kosit para një vakti mund të ndihmojë gjithashtu në përshpejtimin e metabolizmit dhe uljen e rrezikut të zhvillimit të sëmundjeve metabolike dhe kardiovaskulare, citojnë shkencëtarët nga Universiteti i Wisconsit Medicine. Ky është një studim i fundit që ka treguar se kosi mund të përmirësojë shëndetin në disa mënyra, duke filluar nga ulja e temperaturës së trupit, te forcimi i kockave dhe ulja e rrezikut të zhvillimit të sëmundjeve të zemrës. Ndihmojnë gjithashtu edhe për të rënë nga pesha.